Kjo e hënë ka qelur dyert për qindra nxënës të shkollës jo publike Nobel, atmosferës tradicionale me lule e urime, janë bashkuar edhe premtimet e drejtuesve të këtij institucioni arsimor. Presidenti i saj, zoti Mustafa Taçi, krahas përshëndetjes për stafin e palodhur dhe profesionist, ka përcjell një urim të sinqert vogëlushve të klasës së parë që kanë zgjedhur rrugën e gjatë të dijes. Cilësinë në mësimdhënie, standard në ambiente e bashkëpunim u shpreh ai. Janë shtylla mbi të cilat shkolla Nobel ka bërë emër dhe një vend elitar në sistemin parauniversitar. Ju uroj rrugë të mbarë në hedhjen e hapit tyre të parë drejt dijes dhe shkencës. Ju premtoj se do të më keni gjithmonë pranë dhe do të vëj gjithë forcat e mia fizike dhe mendore që jetën e tyre në shkollë t'ja bëj të gëzuar dhe të lumtur. Të vinë të gëzuar në shkollë dhe po të gëzuar të largojnë nga shkolla. Shkolla Nobel tashmë është një shkollë e konsoliduar, jetë gjatë dhe ka pamje dhe fizionominë e saj. Shkolla Nobel është një standard i ri, një risi, një sfidë për arsimin tonë parauniversitar, që do të thotë një standard të ri në nxënje dhe mësimdhënie, që përbën bazën ku nobelistët e dalë nga bankat e kësaj shkolle do të përballojnë sfidat në rritje që kanë universitetet. Laboratorit dhe kabinetet që ka kjo shkollë janë të nivelit të një universiteti prestigjos. Sfida drejt arsimit është pa kufi, por zgjidhja për ta bërë atë më të lehtë dhe më efikase për çdo nxënës në vitet që do të pasojnë është në shkollën Nobel. Ky ka qenë mesazhi që ka përcjell drejtuesja e këtij institucioni, Dilara Osturk. Ne fillojmë këtë vit të ri shkollor me energji dhe forca të reja, me përgatitje dhe me një punë serioze paraprake të stafit mësimor dhe pedagogjik, për të vazhduar përpjekjet tona të shumë fishuara dhe të updetuara profesionale për të përballuar ngarkesat e reja që na presin në rrugën e stërmundimshme të dijes. Jam e bindur se në këtë rrugë të vështirë do të dalin faqebardh dhe me plot suksese. Garanci për këtë është përvoja e njohur pozitive dhe arritjet e deritanishme të drejtuesve, mësuesve të zezshëm e talentuar të shkollës sonë, është përkushtimi dhe angazhimi i nxënësve tanë dhe ndihma dhe mbështetja e ju prindërve të nderuar. Ata që e ndjejnë që kanë bërë zgjedhjen e dur për fëmijët e tyre janë pikërisht prindërit, të cilët në këtë ditë të parë nuk kanë kursyer urimet dhe falenderimet. Kam 3 vjet eksperiencë me këtë shkollë dhe më besoni që është një eksperiencë vërtet e shkëlqyer, një eksperiencë që secili nga ju prindër të rinj do dëshironte ta jetonte. Puna, dedikimi dhe eksperjenca e këtij stafi, ambientet funksionale dhe çdo gjë tjetër në funksion të edukimit, argëtimit, mësimit të fëmijëve tanë, është një garanci besimi për të gjithë ju prindër të rinj. Emocionet që do të mbeten gjatë në kujtesën e tyre ju takojnë vogëlushve të klasave të para. Përqafime, lule e lot, një panoram që do të shënojë një kthes të rëndësishme në jetën e tyre, duke lënë pas fëmijë rinj. Si të quhet? Amelia. Amelia, në çfarë klase je ti? Në klasë parë. Si tu duket shkolla, mësusja, shokët, shoqet? Shumë mirë. E mërzitur ti? Nuk e mërzitur. Pse ri kështu i mërzitur? Unë quri për herë. Si të quhen? Jozef. Vjen për herë të parë në shkollë? Po. Si të duket klasa, mësusja, shokët, shoqet? Shumë bukur. Shkolla Nobel këtë vit vjen me risi, si në lëndët e reja që do të ofrohen për nxënësit, kursi i aktrimit, i muzikës, krahas atij të sportit e pikturës, por edhe me ambiente moderne, klasa e laborator. Shkolla Nobel, elit në sistemin arsimor, do të vazhdojë edhe traditën e kampionatit të notit mes shkollave të Tiranës, duke ju ofruar nxënësve shqiptar atë që ju ka munguar prej vitesh, një mësimdhënie cilësore që ju a bën edhe më të lehtë rrugën drejt së ardhmes.